Përshëndetje, miqtemi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Për t'ju bërë video sa më të bukura, plot me energji pozitive, nëse dëshironi, më bëni një like, një thank you dhe një zemër të vogël poshtë videos. Tani do të marrim disa mesazhe të orakullit të dashurisë. Na thot orakulli i dashurisë për ditën e sotme. Jeni një person shumë i denj, punëtor, i kopshtit tuaj. Ju hidhni parë, e visni, e prashisni dhe shijoni frutet e saj me punën tuaj. Dini të faleni dhe të luteni për të mirat tuaja. Falni gabimet tuaja, por falni dhe të tjerët që ju kanë lënduar. Falja është hyjnore. Dhe luteni për gjërat tuaja që të vënë sa më mirë. Doni të keni pak liri emocionale, të hypni tikalit të bardhë dhe me krahët e hëngjërit të fluturoni në univers për të pasur atë lirin tuaj. Pastroni veten tuaj duke dalë nga kjo guacë në këto yvar të argjend, nga energjitë negative. Dhe mbas pastrimit do të vi një liri emocionale. Ju do të jeni të lirë, të lumtur dhe të gëzuar. Do të keni një kreativitet në jetën tuaj. Pra, ju gjithmonë do të keni atë pjesën e aftësisë tuaj të mirë në pjesën e lumturisë tuaj. Do të keni një besim të patundur te vetja juaj. Ju flisni me fëmijën tuaj të brendshëm për të marrë gjithmonë atë përgjigjen nga ky fëmijë i brendshëm. Pra punoni me veten tuaj për të marrë gjithmonë një energji pozitive. Këto ishin disa nga mesazhet e orakullit të dashurisë